Të nderuar shikues, ju përshëndes nga Prishtina, jam pikërisht në sheshin qendror të Prishtinës me gazetarin e minjor sportiv të TV Tukagjinit Ndres Gjonaj. Gjonaj, jemi në pragneshjen Malisheva Vllaznia, vetëm 2 orë më pas do të jetë super sfida e kthimit për turin e parë të UEFA Conference League. Si duket atmosfera në Prishtinë në prag të kësaj sfide? Fillimisht ju uroj mirëseardhje, jemi në prag të kësaj ndeshje mjaft interesante, por unë mund ta quaj ndeshje vllazërore, përkundër që kjo ndeshje është e rëndësishme për të dyat sepse kalon një tur tjetër te kompeticionit evropian, por unë mund ta quaj më shumë vllazërore sepse për herë të parë dy skuadra shqiptare ballafaqohen në këtë fazë të kompeticioneve kualifikuese evropiane. Natyrisht ndeshja do të zhvillohet në kampin nacional të Federatës së Futbollit në Hajvali, jo në stadiumin Fadil Vogli, pasi mbrëm skuadra e dritës kaluajtur këtu. Do të jetë një ndeshje interesante pasi Vllaznia vjen pas një fitore 2-1 për të parë dhe kundërpërgjigjen e Malishevës. Malisheva deri më tani në garat evropiane nuk është paraqitur mirë, do të thotë në 2 kompeticionet kur është në 2 sezonet në fakt kur është kualifikuar ka humbur, sidomos në edicionin e fundit humbi me 8 gola. Dhe tashmë do të jetë interesante të shohim se sot si do t'i kundërpërgjigjet skuadrës Vllaznisë Shkodrës. Interesante është se për këtë sfidë unë që i vogël kam bërë tifo për Vllazninë e Shkodrës, se kam pasur fatin të jem shumë herë në Shkodër kur kam qenë i vogël, dhe unë këtë ndeshje do të bëj tifo për Vllazninë e Shkodrës dhe besoj që Vllaznia do të fitojë dhe do të kalojë tutje. Interesant fakti, një banor i Kosovës, një gazetar në profesion i TV Tukagjinit, por që është me origjinë nga Gjakova, bën tifo për Vllazninë sot. Kjo është interesante për ambientin shkodran. Padyshim interesante është se edhe Shkodra edhe Gjakova kanë thuajse të njëjtën, nëse mund ta quajmë, kulturë, njihen 2 qytete me kulturë të veçantë, dhe padyshim që unë thash edhe një herë kur kam qenë i vogël kam vizituar shpesh Shkodrën dhe sidomos Vilipojën, dhe për këtë edhe kam parë shumë ndeshje të Vllaznisë që kur kam qenë i vogël, dhe për këtë vazhdoj çdo vit edhe në kategorinë superiore të jem tifoz i Vllaznisë. Thuajse të gjitha ndeshjet e Vllaznisë unë çdo vikend i shoh, ndoshta tash edhe për lidhjen që kam me profesionin si jam gazetar këtu në Kosovë, por që natyrisht tifozët e Vllaznisë janë tifozët numër 1 në shqiptari, dhe skuadra e Vllaznisë, përkundër që nuk po del kampion, është një skuadër natyrisht që është, mund ta quajmë si Shkodrën djepin e futbollit në shqiptari. Gjone, një javë më herët në stadiumin Loro Borici Vllaznia fitoi me rezultatin 2-1. Sot tekniku Tomas Bërdareci, i cili ka drejtuar më herët Vllazninë, por sot është në krye të Malishevës, ka deklaruar përmbysjen e rezultatit. Po, Tomas Bërdareci ka qenë 2 herë tek Vllaznia, sidomos herën e parë kur ka ardhur, ka pas edhe rezultate të mira, sjellë një filozofi interesante, dhe natyrisht unë isha admirues i madh i trajnerit Tomas Bërdareci në kohën sa ishte te Vllaznia. Tash në Kosovë sfundi provoi eksperiencën e parë te Drenica, ku pshtoi skuadrën para nga Superliga. Tash erdhi te Malisheva për garat evropiane, por të humbasësh 2-1 në Shkodër, pastaj të vish këtu në Prishtinë, gjasat janë reale, por natyrisht ne e dim që Vllaznia dhe ka një provojë në garat ndërkombëtare, duke parë që Malisheva nuk është e ka një të tillë, dhe natyrisht Malisheva ka pasur disa largime gjatë kësaj vere, ku futbollisti më i mirë Etnik Bruti nuk është pjesë më skuadrës. Janë bërë disa transferime, por gjithsesi do ta mbetet të shihet sot në fushë se çfarë do të ndodhë realisht në këtë ndeshje, dhe pse unë e thash edhe më herët, parashikoj që Vllaznia do të kalojë tutje duke parë provojën, por duke parë edhe ekipen që e ka, dhe natyrisht që Malisheva duhet t'jap shumë nga vetja sot për ta kaluar Vllazninë. Edhe diçka tjetër në aspektin personal, Ndres Gjonaj, spikaci një ndër gazetarët më të afirmuar në Kosovë, në prizmen sportiv, ju drejtoni prej kohësh një emision shumë të ndjekur televiziv sportiv, madje shpeshherë keni në studion tuaj edhe përfaqësues nga Shqipëria. I kënaqur me ecurinë e emisionit? Po, padyshim, dueli sportiv është emisioni më i ndjekur jo vetëm në Kosovë, dhe natyrisht ajo që bën këtë emision të ndjekur është se unifikon shqiptarët të gjitha ndërtrojeve nga Maqedonia, Veriut, nga Shqipëria. Pra, ne gjithmonë kemi temat e cilat janë jo vetëm në interes të shqiptarëve të Kosovës, por shqiptarëve gjithandej tek Maqedonia, Veriut, po ashtu tek Shqipëria, dhe ne natyrisht mos themi çdo javë, por spaku 2 herë në muaj, çdo të diel të muajve ne kemi edhe mysafirë të ftuar nga Shqipëria që bën këtë emision që kalon kufit e
Kosovës dhe ne natyrisht kjo bëhet fal edhe mysafirëve tanë që vinë gjithandej jetrove shqiptare për ta bërë emisionin dueli sportiv si emisionin me të shikuar jo vetëm në Kosovë, por gjithandej jetrove shqiptare. Ishim me Ndres Gjonaj, gazetarin e spikatur sportiv të TV Dogagjinit në emisionin sportiv, duel sportiv që ndiqet jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, por edhe shumë më gjërë. Faleminderit kolegu Gjonaj dhe shpresoj të realizohet edhe dëshira juaj dhe parashikimi juaj që Vllaznia sot të kualifikohet në turin e dytë të Conference League. Faleminderit edhe nga ju për interesimin dhe i uroj mirëseardhje në Prishtinë, në kryeqytetin e dytë të shqiptarëve pas Tiranës.